Mendoj që e dini se qetjet e Odirit këtë radhë konfirmojnë të njëjtat probleme që janë konstatuar në 2021, kështu që këto probleme duhen zgjidhur ndaj në deklaratën e bërë nga përfaqësuesja e lartë Kallas të komisionerja KOS, ne i referohemi gjetjeve të misionit të OSBE-s. Ju referohemi mangësive që ata kanë theksuar dhe kërkojmë për një reformë zgjedhore që përfshin të gjitha rekomandimet e bëra deri tani dhe ato që do të bëhen këtë herë. Ne e dimë se cilat janë çështjet: transparenca në financim, rregullimi i medias në internet, shpërdorimi i burimeve publike e kështu me radhë. Të gjitha këto elemente duhen trajtuar në reformën zgjedhore, e cila me qëra fjala është diçka për të cilën Shqipëria është angazhuar të bëjë në kuadrin e vizitimeve për antarësim. Ka një udhërrëthyes për shtetin e së drejtës, i cili përmban një angazhim të qartë për bërjen e kësaj reforme deri në 2026.